Am lejohet në tesbih në vend të dhikrit të shqiptoj 99 emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala? Janë nuk lejohet, për atë arsye se ibadetet janë me argumente, do thotë nuk mund dikujt na më tek sot po duam mi thon subhanallahu, mos anena me përmendje emrat e Allahut, mos anena emrat e pejgamberit. Po jo çelësh ka qall me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kofta e namaz apo kofta jo zeqat apo kofta jo agjerim apo kofta jo hax apo kofta jo abdes, çashtu çish ka ardhur, çashtu duhet më praktiku. Për atë arsye do të dietarët islam thonë se puna e ibadeteve është e ndarë me punën e argumenteve. Do të nuk mundesh ti me bëj ijtihad, me thon sot pi përmendi natën herë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, e sot pi përmendi natën emrat e Allahut. Jo. Po kur dush me përmendën e emrat e Allahut, ti përmend do të veç, e kur dush me bën do të zikrin që shkon në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë do thotë e ban zikrin. Do thotë nuk duhet me përzi punën, nuk duhet me bëj ijtihad punën e ibadeteve.